Jo, përshëndes të gjithëve, zonja dhe zotrinj, ju ftoj të na ndiqni, do të flasim për institucionet e drejtësisë, jam referuar një materialit të fundit të Monitor, aty ku bëhej me dije se sipas raportit të fundit të Këshillit Lartë Gjyqësor, Shqipëria mbetet shumë poshtë standardeve të Bashkimit Evropian, edhe sa i takon mungesës së dukshme të gjyqtarëve për numër banorësh. Pra, sipas të dhënave të Komisionit Evropian për eficiencën në drejtësi, mesatarja europiane është 22 gjyqtarë për 100.000 banor, ndërsa ne në Shqipëri e kemi dikute 17.3 gjyqtar për 100.000 banor, sipas organikës faktike, ose akoma më keq, sipas organikës efektive, 12.7 gjyqtar për 100.000 banor, pra ju e shikoni nga 22 në 12 gjyqtar për 100.000 banor, por edhe burimet mbështetëse të gjyqtarëve duket që kanë mungesa të dukshme. Për të diskutuar këtë dhe jo vetëm, më lejoni të prezantoj të ftuarën e sotme, është në studio me ne Sabina Meta, avokate, mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Avokate, e keni ndjerë edhe juve këtë që thuhet tashmë me shifra konkrete referuar të dhënave të Komisionit Evropian? Faktikisht, si avokate dhe si profesioniste, nuk është se ne kemi ndjerë tani, do me thënë që ka dalur një studim, por ne kemi ndjerë që në momentet e para, ose ne i kemi parashikuar që në momentet e para, kur ka qenë ndryshimi i hartës gjyqësore, 2 ndjem tek procedurat e vitingut, të cilët vijojnë që në 2018, do me thënë, dhe që aty u konstatua një paralizim, nëse do të thosha, e sistemit gjyqësor. Pse? Harta gjyqësore ndikovi shkurtimin e gjykatave ose shkrirjen e gjykatave. Pra centralizimi, le të themi. Centralizim. Nuk mund të centralizimi bëhet për diçka mirë. Ndërkohë që ndryshimi i hartës gjyqësore dhe shkrirja e gjykatave u bë për të hekur të drejtën dhe aksesit në drejtësi qytetarit dhe për ta vështirësuar dhe për të zvarritur. Pra, çdo avokat ose çdo profesionist fushet e dini sepse në momente mantu se cilës ti ke 6 gjykata apelit, atëherë kjo ngarkesë shpërndahet në 6 gjykata të cilat kanë qenë në zona të ndryshme të Shqipërisë. Shkodra ka pasur Veriun, Tirana, ka pasur Vlora, ka pasur Gjirokastra, pra ka pasur 6 gjykata apelit, mantu se cilët në zonat e Veriut, zonat e Tiranës, Shqipëria Mesme, Shqipëria Jugut, ato kanë, domethënë, shërtuar çështjen, le të themi, brenda afateve të arsyeshme përpara procedurave të vitingut. Shkrirja e gjykatave në një, domethënë apeli civil në një dhe apeli administrativ në një gjykat, ka sjellur si pasojë që të gjitha apelimet të cilat janë në të gjithë Shqipërinë të bombardohen vetëm në një institucion, në Tiranë. Gjë që është objektivisht e pamujtur. Aq më tepër në një gjykat apelit, kur është në numrin e parashikuar nga ligji. Pra, nëse është parashikuar nga ligji që ka qenë në 73 gjyqtarë ose 72, aktualisht operojnë 38 gjyqtarë. Dhe 38 gjyqtarë me çështjet e të gjithë Shqipërisë në vite që në 2016 që ende nuk kanë dalur datat, është një mision i dështuar. Kështu që në momentet e para, nga njëra vetingu që shkarkoi qindra gjyqtarë dhe prokurorë, dhe nga ana tjetër harta e re gjyqësore, po thoni. T'ia sqaroj qytetarit pse nollte vitingu. Në momentin mandës së cilës hedhet një short dhe i bjen pathona gjyqtarit A. Atëherë, gjyqtari A nënshtot procedurave të vitingut dhe shkarkohet. Emërohet gjyqtari B. Shkon te gjyqtari B. Fillon çështja edhe një herë për i fillimit, pavarësisht se ti mund të kesh qenë në fillim të veprimeve përgatitore ose mund të kesh qenë gjatë procedurës, masi është ka marruar akti ekspertimit, apo edhe në fund në bisedime përfundimtare ose diçka e tillë. Kalon çështja tek gjyqtari B. Përsëri edhe gjyqtari B njëjta procedurë, sepse këta janë që ne kemi ndeshur tek eksperiencat tona ku e njëjta dosje ka kaluar në 3-4 gjyqtarë të cilët janë shkurtuar nga vitingu dhe çështja është ripërsëritur edhe një herë për fillimit, pra ka filluar edhe një herë nga ana e gjyqtarit me të cilën është caktuar çështja me short. Por jo vetëm kaq. Është edhe një fenomen tjetër. Jo vetëm vitingu dhe harta gjyqësore, e cila le të themi shkatrovi dhe eminenovi sistemin e gjyqësorit, dhe kur flas sistemin e gjyqësorit, realizimin e të drejtave të qytetarit dhe të individit, të gjithë neve. Drejtësisë në kohë, të gjithë neve. Është konventa evropiane e drejtësive të njerëzit, me anë të së cilës e drejta me zhvillu një proces publik brenda afateve të arsyeshme. Dhe afati i arsyeshëm është brenda një afate kohorte parashikuar nga ligji, që drejta quhet ligjërisht e fituar, po jo mas 20 viteve dhe 30 vite ku njeriu më parë vdes, se sa fiton një të drejtë. Tjetra ishte edhe ndryshimi i seksioneve, nëse mund të themi.
Pra, le të themi në Shkodër ose në Tiranë, një gjyqtar i cili ka gjyku civil, të seksionit civil dhe çështje civile, në një moment të caktuar, që ne i kemi hasur dhe i kemi ndeshur, kur kanë ardhur gjyqtar të ri që janë emëruar magjistrat të ri, atëherë është bërë rishërtimi i dosjeve, ose gjyqtar të cilët kanë qenë në seksionin civil kanë kaluar gjyqtar me gjyku çështjet penale dhe ka hequr dorë nga të gjitha këto çështje të cilat ai ka pasur më përpara civile, sepse normalisht do të ndodhte me çështjet penale. Nga fillimi me sa kuptoj. Gjitha do të rinisin nga fillimi. Pra sa herë ndryshon gjykatësi çështjes, çështja nis gjykimin nga ligji, po sepse që është parashikohet nga ligj, sepse ti nuk e din ecurinë e çështjeve, ti nuk e din deri ku ka arritur procesi. Pra, unë aktualisht kam një dosje. Kilometri zero, le të themi. Unë kam një dosje e cila vetëm merr njoftime, ka vajtur dosja një ai kaq, domethënë, dhe çdo gjyqtar që e kap këtë dosje, domethënë i hyn frika sepse çfarë do të mbajnë këtë dosje. Ndërkohë që aty ka vetëm thjesht procedura shkresore. 4-5 gjyqtar të cilët janë shkakruar nga vitingu, 2 gjyqtar të cilët janë transferuar dhe 2 gjyqtar të tjerë të cilët janë shërtuar me short, por ama kanë ndryshuar nga seksioni civil, kanë kaluar në seksionin penal, domethënë, ose janë bërë gjyqtar penalista me shkryerje çështje penale. Të gjitha këto ndikojnë domethënë në minimin e sistemit gjyqësor. Avokate, jo vetëm çfarë cituam pak më parë, po e kemi ende të freskët edhe çfarë thoshte Këshilli i Europës sa i takon sistemit gjyqësor në Shqipëri, fatkeqësisht renditemi të fundit në Europë. Nga vendi 46 kemi zbritur 46 vende të tjera, jemi të 92-tët në Europë sa i takon sistemit gjyqësor dhe krahasimi bëhet me momentin e nisjes vetingut dhe tani që jemi në ecuri e sipër. Institucionet e reja 7 vjet pas reformës, pra SPAK, GKK, KLP, KLG, cili ka funksionuar më mirë, më pak mirë dhe cili ka dështuar më tepër sipas jush, sipas optikës suajt të një profesionisteje që është në brendi të sistemit është? Sipas optikës referuar çështjeve tuaja, po edhe dosjeve të tjera të bujshme që janë publike dhe perceptimit qytetar. Sepse jam që në 2004 në gjyqësor dhe unë do të thosha një dallim ndërmjet asaj periudhe përpara zakrimit të këtyre institucioneve të reja që do të shpëtoshin Shqipërinë, domethënë, dhe do ta bëshin ndritësinë në majat e saj mantës së cilës do ta kishte lekmi Europa, bota dhe e tërë. Do të thoya që më përpara, kur unë kam punuar në gjyqësor brenda, erdhi një urdhër nga inspektorati i lartë, nga KLD, le të themi, se kanë këto institucionet KLD, Këshilli i lartë gjyqësore, Këshilli i lartë i drejtësisë, sepse ndryshojnë emërtime. Personat janë të njëjtë aty plus minus. Dhe erdhi në momentin që vjen një çështje, kishin dhënë urdhër që mos rritni në mënyrë artificiale numrin e dosjeve. Sa po vjen një çështje gjyqësore, automatikisht ajo çështje do të vihet në lëvizje dhe do të njoftohen palët ndërgjyqëse. Erdhi pala, nuk erdhi pala për më interesu për datën e gjyqit, automatikisht gjykata do ta vërë në lëvizje në mënyrë të menjëhershme. Automatike. Dhe nëse gjyqtarët më përpara vendosin në lëvizje një çështje sapo pala paditëse paraqitej përpara gjyqtarit, trokisën në derë ka marrë për të vënë në lëvizje çështjen time, flasim për periudhën 2004, 2005, 2006. Para 2013, përpara 2018 dhe ndryshimeve të institucioneve. Para institucioneve të reja të drejtësisë. Para institucioneve të reja dhe gjykata vetë në lëvizje. Meqense shumë persona rrishin prej slargut apo nuk vishin o interesoshin, atëherë erdhi urdhri që për të mos arritur në mënyrë artificiale numrin e çështjeve të paszgjidhura në sistemin e drejtësisë, automatikisht do të veshim në lëvizje nga gjykata. Pra gjykata do të procedonte me njoftime për palën paditëse, njoftime për palën e paditur dhe të gjitha palët ndërgjyqëse të cituara në kërkesë paditje. Ku jemi tani në 2026. Ka ndodhur që kalon një vit dhe gjykata nuk vihet në lëvizje. Në apel është i stopuar, pavarësisht se gjykata nuk vihet në lëvizje Meta edhe nëse vihet në lëvizje njëra nga palët për qoftë paditës atëherë, to është edhe një, le të themi, një bllokim, sepse nëse më përpara ne kemi trokitur të dyert e gjykatës dhe kemi thënë që i nderuar zotëri gjyqtar ka marrë për filan paditë, lutem na cakton një datë ose na vër në lëvizje. Tani janë bllokuar edhe rrugët e gjykatës, me anë të cilës nuk lejohet edhe të kontaktosh apo të drejtohesh për ta vënë në lëvizje qoftë verbalisht dhe të paraqitesh
qoftë edhe me shkresë zyrtare, me shkresë po, por i ta kanë zvarritje, sepse ti e dërgon një shkresë, vëni në lëvizje dhe për shpejtim, po duhet të kesh një arsye. Po fundit unë përderisa jam drejtuar në gjykat, a ka arsye më mallore se sa unë të kërkoj që të më drejtohet dhe të më vihet në lëvizje në mënyrë urgjente çështja, sepse unë nuk kam marrë këtu që një çështje ime të shërtohet mas 3 viteve. Kështu që gjykata, do të thënë, ka humbur edhe atë ndryshimet e reja, le të themi, kanë humbur edhe atë kontaktin drejt për drejt avokat edhe do të thënë gjyqësor, dhe avokatin e shohin si diçka e cila është e papërfillshme ose ti do të paraqitesh në gjykat vetëm kur të vijon. Jo, avokati është palë e barabartë me prokurorin, është subjekt i një procedimi dhe është palë barabartë me gjykatën. Është vërtet që gjyqësori vendos dhe gjykata vendos, por janë aktorë dhe janë subjekt të procedimit, kështu që avokati ka rolin e vet, prokurori ka rolin e vet. Pra po thoni që avokati ka dalë tashmë në një rol tjetër, jo parësor? Avokati, le të themi që avokati në mënyrë direkte apo indirekte gjithmonë është shikuar në një rol jo të barabartë me prokurorin. Pra, edhe nëse ne kemi pasur në procedime penale kur u paraqitet një kërkesë për sigurim pa dijet, në 90% të rasteve gjykata vendoste vlerësimin e ligjshëm të arrestit, caktimin e masë sigurimit të arrestit në burg, ashtu si kishte kërkuar prokurori. Në 50% rasteve, 70% rasteve gjyqtari dhe prokurori domethënë shifen si një palë, ndoshta kjo edhe për faktin se ato marrin magjistraturën së bashkut, por nuk shifen si palë të cilat kur gjyqtari duhet të ruajë pavarësinë e vet dhe të shohin prokurorin si palë, e cila përfaqëson shtetin, dhe avokatin si palë, e cila përfaqëson të dyshuarin, sepse është i dyshuar, deri që të vërtetohet, pra prezumohet i pafajshëm deri që të vërtetohet fajësia me vendim të formës së prerë, që vërtetohet në gjykatë të apelit. Dhe kështu që gjithmonë është një histori e bartur kur avokati do të thonë është si një palë inferiore dhe jo e barabartë me prokurorin. E njëjta gjë ndodh edhe në sistemin civil, që avokati nuk lejohet të futet në gjykat për të vënë në lëvizje një gjykat, por duhet vetëm me rrugë shkresore ose pas një orari të caktuar. Okej, jam dakord pas një orari të caktuar. Por pas një orari të caktuar duhet të gjej gjyqtarin, sepse edhe nëse gjen sekretarin që troket në derë në orën 3:30, atëherë çka kam i bë sekretarin nuk mund ta vënë në lëvizje sepse ka dorë gjykata. Nuk kam tagrin që ta vënë në lëvizje. Kështu që është shkputur një hallkë e rëndësishme, ajo me anë të së cilës ishte një bashkëpunim, nëse mund të themi, në kuadër të funksionimit të punës, të ecërisë së punës, të shpejtësisë së punës, që ishte gjyqtar edhe avokat, ku pala paditëse drejtori i gjykatës për ta vënë në lëvizje dhe për të caktuar një datë. Zonja Meta, deri tani po flasim për ta përshpejtuar, po zvaritjet në ç'formë bëhen në gjykatat tona, sepse një pjesë tjetër shumë e rëndësishme për cilën qytetarët vuajnë mjaft në marrjen e drejtësisë, janë edhe zvaritjet taktike apo jo, nuk e di tani. Atëherë, po ju pyes juve. Le të themi që zvarritje taktike nuk ka, domethënë, sepse procedura është atillë me anë të së cilës ligjërisht ty ta lejon zvarritjen. Nëse do të shkojmë në gjykatë të shkallës së parë, është herë ndryshimet procedurale, le të themi, me anë të së cilës kodi i procedurës civile ka ndryshuar dhe thotë që nëse më përpara caktoj një datë nga ana e gjykatës, për shembull, le të themi datën 20 maj, me 20 maj dërgoj njoftim palëve në gjyqëse, të gjitha palëve nga ana e gjykatës, dhe i thotë me datën 20 maj ti do të paraqitesh në gjykatë, sepse është seanca e ndërtimeve përgatitore, jo seanca e parë. Ndërkohë që tani, në momentin më anë të së cilës gjykata i bën një çështje, atëherë merr çështjen dhe e vën në lëvizje. Bën një herë më përpara veprimit të pajtimit që okej, unë studiova çështjen dhe e vura në lëvizje. S'dytit, njofton palët ndërgjyqëse të tjera, pra jo paditësin, po të paditurin, palën e tretë, personat interesuar apo palët të tjera ndërgjyqëse sa të jenë ato 3, 4, 5, dhe i lënë një afat 30 ditor, le të themi, për përpilimin e deklaratës mbrojtjes. Masi e përpilon secili prej tyre, dhe secili prej tyre që mund të jenë 2, 3, mund të jetë edhe një, nuk ka rëndësi, po të gjithë duhet të përpilojnë deklaratën e mbrojtjes. Kur vjen në gjykatë deklarata e mbrojtjes brenda afatit ligjor 30 ditor që ka caktuar gjykata apo 20 ditor në varësi të gjyqtarit dhe çështjes, gjykata deklaratën ja përcjell paditësit edhe i thotë ke afat 30 ditor, 20 ditor për prapësimet. Iku edhe ky afat. Por kjo afati 30 ditor i parë, me anë të së cilës gjykata vën në lëvizje, nuk vën menjëherë sapo ti depoziton çështjen në gjykatë. Kjo mund të jetë mas 2 muajve, mas 3 muajve, mas 6 muajve dhe mas 9 muajve. Ose gjatë kësaj periudhe kohore 9 muajore. Ndërkohë që ti, me vonë, ti jep edhe ty një afat 30 ditor për me bë prapësimet. Prapësimet e tua ja kalon përsëri palëve të tjera ndërgjyqëses që i thotë çose keni me banë para shtresë dhe brenda një afatit 1 vjeçar ke fat apo s'ke fat me marrë një datë. Nga momenti që ti ke depozituar çështjen në gjykatë, 1 vjet e gjys. Dhe me vonë, këtu s'ka afate pra. Ja.
Pra këtu ligjvënësi nuk ka menduar që të ketë Jo, afate. ligji ka parashikuar. A, e ka parashikuar Është Maliqi. Është Maliqi. Edhe justifikon me ngarkesën. Mendova se ishte Ligji dhe Maliqi, po që nga Maliqi mbi ligjin. Gjithmonë ka kënë Maliqi mbi ligji, po ne kemi gënjur vetën që ekziston ligji, duke reduktuar atë pozitën e Maliqit dhe rëndësinë që ka Maliqi në çdo procedurë. Realisht është vetëm Maliqi dhe jo ligji. Ndërkohë që zvarritjet ekzistojnë edhe kur caktohet një datë. Pra, si quhet? Quhet caktimi i datës nga një instancë në një instancë tjetër. Ka shumë raste ku tani ndryshojnë çështjet civile, administrative dhe çështjet penale, por le të themi tek çështjet civile të cilat janë më tepër të zvarritura. Ka raste më të cilët caktohen 2 seanca në vit. Pra, një datë mund të jetë në shkort ose në mars, data tjetër mund të jetë në nënor. Kaq. Ndërkohë që vjen përsëri viti tjetër, edhe aty 2 data. Ka raste kur për shembull caktohen datat dhe gjyqtari është me raport, ose gjyqtari është në trajnim magjistraturës, ose gjyqtari është në një trajnim e shtetit, ose diçka e tillë, do të thënë, e cila automatikisht sjell si pasojë zvarritjen e zhvillimit të procesit gjyqësor dhe cënimin dhe mohimin e të drejtave të individëve për të zhvilluar një proces brenda fateve të arsyeshme. E njëjta gjë ndodh edhe tek prokuroria, e cila ka disa çështje të cilat i mbartë ose me vite për shkak të veprimeve hetimore. Siç edhe kemi mjaft dosje të bujshme, që janë mbajtur mbi 3-4 vjet në sirtar. Mendojna janë ata të cilët lerohen si rryllojet e kalimit të afateve, procedurat e tjera me anë të cilës aty është Maliqi më tepër se sa ligji, e cila sjell si rrjedhoj dhe mos funksionimin aty në institucioneve të cilat nuk kërkojnë llogari gjyqtarëve. Unë e kuptoj që kanë shumë ngarkesa gjyqtar, kanë minimi sa dosje ose diçka. Patjetër, dhe sipas të dhënave zyrtare, avokate Meta, në vitin 2025 kanë ushtruar efektivisht funksionin e gjyqtarit vetëm 306 gjyqtar në shkallë vendi. Shumë pak janë. Duke patur parasysh edhe numrin e madh të dosjeve që kemi edhe të mbartura. Atëherë, kjo ka qenë 2 procedura. Mungesa e paktën siç le të themi siç flitet kështu në rrogoz apo jashtëgjyqësisht si e themi ne. Apo fuori kamera, fuori scena. Ekziston ajo mundësia me anë të së cilës vendet vakante në gjykatë të apelit kanë qëndruar sepse kanë dashur të emërohen antarët e komisioneve të vitimit. Pra, komisionet e vitimit kishin antarët përkatës të cilët shkarkuan gjyqtarët dhe prokurorat, e kryen misionin e tyre. Dhe tani ka dalur edhe një VKM, do me thënë tani, ose një procedurë ligjore me anë të së cilës 4 nga 5 antarë të cilët kanë qenë KLP komisioni, në funksionin përkatës të antarë të vitingut, të emërohen në gjykatë të apelit. Kështu që shumë gjyqtarë të cilët kanë qenë me vite dhe me eksperiencë, do me thënë kërkesat e tyre për të emëruar pranë gjykatës apelit kanë ndajtur pak si në heshtje, nuk janë emëruar ose shqyrtim pas rishqyrtimit. Por çfarë ka bërë kjo? Ka bërë që të kemi një apel i cili nuk funksionon, sepse me 32 gjyqtar kur do të ketë 78 gjyqtar ose mi 70 gjyqtar dhe ka 935, domethënë bëhet fjalë me pak se sa gjysma dhe kemi një apel civil për të tanë Shqipnin, atëherë çfarë do të bëjnë? Realisht çfarë do të bëjnë ata gjyqtar të cilat çështje do të marrin parë më parë? Kështu që duhet parë edhe kjo dhe reforma, qoftë reforma në drejtësi, qoftë harta gjyqësore, ka qenë një shkatërrim i paramenduar dhe i mirë menduar. Pse themi mirë menduar? Ne kishim apelin administrativ. Kishim një apel administrativ me tanë Shqipërinë. Dhe ishte si një procedurë e dështuar, sepse nuk mund të përballonte fluksin e të gjitha çështjeve në Shqipëri. Në rang kombëtar. Që kemi ne? Ne kemi një institucion i cila të detyron ty të ankemosh. Pra, çfarë do lloj qoftë vendimi, qoftë edhe për një saktesim emri, qoftë edhe për një korrigjim, qoftë edhe për një diçka që ti si shtet mua ke bë gabim, qoftë edhe për diçka më për një gabim njerëzor, ti si shtet 2 pikat vendosura mbi. Po, ti si shtet nuk cënohesh. Unë për shembull kam vërtetim faktit juridik që për shembull Sabina Meta është një njëjtë person me Sabina Metani, pa thona, ose diçka e tillë. Atëherë, ky është një gabim i cili mund të ketë ardhur njerëzor, ky është një gabim i cili për shembull mund të ketë nikur jashtë shtetit, mund të ketë ndryshuar emrin ose diçka e tillë, dhe kam ardhur që të saktësoj. Sjalli komplet procedurën ligjore nga shteti italian, e cila është me vula apostile dokumentuar dhe kërkoi që të jetë një person me të njëjtat gjeneralitete si në shtetin shqiptar dhe si në shtetin italian. E fitoi gjyqi në shkallë të parë dhe shkon shteti dhe ankemon. Për çfarë ta ankemon shteti?
Kur unë procedura jam e ligjore në shtetin italian njife me këtë generalitete, kam dokumentat, kam ID pikërisht. Bëhet sepse ata të cilët kanë punuar në shtet, meqenëse se unë kam punuar në shtet, si në gjykatë, si edhe në avokaturë të shtetit, si edhe në institucionet e tjera shtetërore. Nga puna, fitojnë të drejtën e kanë urdhër për çdo gjë. Le të themi ankimohet pambarimisht. Bravo, le të themi që e kanë urdhër me ankimu çdo çështje. Kështu që meqenëse shteti ka urdhën për të ankimuar 99% të çështjeve, që fiton qytetari, që mezi fiton qytetari. Mezi fiton. Bravo, kjo ka shumë rëndësi, mezi fiton, sepse kur pale paditën në shteti është më vështirë të fitoj qytetari. Kërkoj njësë, është shumë vështirë të fitoj qytetari dhe shteti ankimon. Po ju a e keni të vështirë, Sabina, që të mbroni një klient, një qytetar, kur në palën tjetër keni bashkin, qeverin, ministrin, drejtorin, për taksa? A keni të vështirë. Tani, kur kena palë të paditun këto, që është shteti, gjithmonë ne i themi qytetarit, dhe me thonë, do të bëjmë pakën unë edhe çdo avokat, do të bëjmë të amujtonën. Por me qënë se është një gjykatë administrative, e cila në 70% të rasteve del zot shtetit, gjithmonë është pak sa e vështirë, dhe me thonë edhe ju e pa mundën përballja, sepse kena fitu çështje, fitohen çështje edhe të tjera. Është në krah të shtetit, duhet jetë në krah të drejtësisë, duhet jetë në krah të gjithkujt ka të drejtë. E di, por ideja është ne jetojmë në Shqipëri dhe ne kemi parë edhe ndërhyrje nga vetë kryeministri, me anë të së cilës i ka ushtruar presion gjyqtarëve duke i përmendur vendimet e tyre, cënimin e masave sigurimit, kështu. Përderisa është një presion i hapur publik, imagjino çfarë fshihet jashtë publikut. Ai presion kërcënohen interesat e kryeministrit, kërcënohen interesat e ministrave, kërcënohen interesa mallore, me anë të cilat ka për shembull për shpronësime, me anë të cilave ka për çështje ndërtimore, çështje pronash, dhe imagjino çfarë presionit ka, domethënë ato gjyqtar të gjykatave administrative ku edhe kanosen për largim nga puna, për transferim apo për probleme nga më të ndryshmet. Kështu që në shumë raste administrativja dashur pa dashur çalon pak nga shteti. Jo gjithmonë, jo 100%, por një përqindje goxha e konsiderueshme, sidomos në çështjet e rëndësishme. E kanë këtë perceptim vetë qytetarët? Po patjetër, e kanë perceptimin, sepse edhe ajo që flitet, domethënë jashtëgjyqësisht, është ajo që gjykata administrative është gjykata e shtetit. Kështu që ne të shkojmë, luftojmë, përballemi me shtetin, por është gjykata të cilën shteti e ka bërë për të ndihmuar vetveten. Avokate, mirë, tani të zvaritjet, kozgjatjet, të gjitha i diskutuam, ne numrin e pakët të gjyqtarëve, e tjerë. Po mirë, vendimet pas implementimit të reformës së re në drejtësi, le të themi, në mos më të shpejta janë më të arsyetuara dhe kam parasysh këtu, për shembull nëse merren parasysh apo jo vendimet e gjykatës europiane të drejtave të njerëzit, ai referohen gjykatat tona. Atëherë praktika që ne kemi parë, domethënë, në çështje civile, çështje administrative, normalisht që i referohen jo vetëm gjykatës europiane, por i referohen edhe praktikës gjykatës së lartë, praktikës unifikuese, por kjo domethënë kemi gjyqtarë të përgatitur, të cilët në vendimarrjet e tyre të orientojnë edhe gjatë gjykimit. Pra, sidomos tani që kam parë edhe këto të fundit, gjithmonë të ftojnë në bisedime dhe të thonë që dëgjoj, është edhe praktika unifikuese, këtë kërkesë ke bërë në bazë të praktikës unifikuese, domethënë, sepse ekziston edhe një praktikë unifikuese, kështu që referohen praktikës unifikuese të gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese dhe njëkohësisht edhe praktikës së Strasburgut. Pavarësisht se çështjen duhet ta vënë në lëvizje vetë padici ose avokati, i cili gjaja parashtron më përpara, por edhe gjykata në arsyetimet e saj kemi arsyetime voluminoze, të sakta, në 90% të rasteve, ku i referohen praktikave të tilla, domethënë të gjykatës së lartë. Por është ana tjetër e medaljes, që nuk zbardhen brenda afatit. Në 90%. Zvarritje edhe aty. Po, zvarritje edhe aty. Çfarë do të thotë mos zbardhja brenda afatit? Mos zbardhja brenda afatit përsëri më cënon mua, sepse nëse ligji ka parashikuar brenda 15 ditëve, do të zbardhet vendimi i arsyetuar dhe ti ke të drejtën e ankimimit, domethënë 15 ditë duke filluar nga nesja e vendimit të zbardhur, do të thotë që nëse ti nuk e zbardh vendimin për 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj, 9 muaj, më pengon mua të vetë hapin e radhës. Jo vetëm që më pengon mua që të apeloj, por më pengon mua që edhe ky vendim të marr formë të prerë. Për shembull, asnjëra prej palëve nuk do të më ankimu. Dhe ky vendim nuk mund të marrë në formë të prerë, sepse 9 muaj rrin në zyrën e gjyqtarit, për arsye që ne thamë mbi ngarkesa.
rrin në zyrën e gjyqtarit dhe nuk arsyetohet 9 muaj, 10 muaj, 1 vjet, ka pas raste edhe 2 vjet të cilët nuk janë arsyetuar vendimet. Dhe kjo është një çështje dhe një gjyq zëra sikur nuk i bën asgjë, zëra si nuk i bë gjyq, zëra si nuk i fiton një të drejtë. Mandajna, në sepse po kaluan afatet e të apeluarit. Jo, nuk kalojnë afatet e të apeluarit. Është 15 ditë duke filluar nga e nesërmja e zbardhjes së vendimit. Pra nuk e humbet të drejtën e të apeluarit. Vendimi nuk zbardhet me afatit ligjor, që mund të jetë 1 muaj, po zbardhet mas 2 muajve, 3 muajve, 6 muajve, 9 muajve, 1 vitit. Kështu që për 1 vit ti nuk je as i qiell. Edhe ky është një tjetër moment që duhet Sabina, kam edhe një pyetje tjetër se jemi në fund fare. Nëse një qytetar i humbet në të 3 shkallët e gjyqësorit edhe mendon Strasburgun, sa kohë do t'i duhet në Strasburg, po edhe a ja dalin dot nga ana ekonomike apo jo? Atëherë, se gjithë bisedën sot jemi fokusuar tek qytetari, se për dosjet e bujshme flasin avokatët e vet të secilit, e kanë gjithkohën e vet televizive. Atëherë, për sa i përket procedurave, është gjykata shkallësparë, apelit, gjykata lartë, pastaj është gjykata kushtetuese dhe në fund edhe Strasburgu. Por si prafet afateve kohore, është gjithmonë ajo që unë citova vazhdimisht, që është që nga momenti e drejta apelimit jepet që nga momenti i mantës së zëlës t'i vesh në djenin nga momenti i marrjes djenit të vendimit të zbardhur, andaj na njëjta gjë edhe në apel, njëjta gjë në gjykatë lartë, njëjta gjë në gjykatë kushtetuese, njëkohësisht edhe gjykata kushtetuese nga momenti që t'i vesh në djeni të vendimit të zbardhur, ke drejtën për të ankemuar, domethënë gjithmonë në qoftë se nuk ka rikthim për çështjet me fillim nga e para. Zëri se e kemi kopsitur fare dhe jemi gati për ta çuar dosjen në Strasburg. Kjo është domethënë që është në varësi të afateve të specifikuara, të cilat janë gjithmonë varësi të duke anashkaluar fatet ligjore, por ligji nuk zbatohet asnjëherë në rastin konkret. Dhe gjithmonë ka zvarritje afatesh. Për sa i përket kostove, është individuale, sepse profesioni i avokatit është i vetpunësuar. Shpeshherë në 90% të rasteve çështjet në Strasburg fitohen. Flasun këtu për sa i përket. Pasi fitohen? Fillojnë procedurat, sepse fillojnë procedurat për zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve të Strasburgut. Madje shteti shqiptar është debitor shumë për sa i përket kësaj pjese, domethënë, qoftë për sa i përket shpërblimdëmet, qoftë për sa i përket çështjeve të pronësisë, qoftë për sa i përket çështjeve të shpronësimit. Tani janë edhe gjyqtarë të cilët kanë ankemuar vendimet e komisioneve të vitingut me shkallë par shkallë dytë dhe i kanë çuar çështjen edhe në Strasburg, ku kanë fituar dhe kanë përfituar edhe kompensim financiar, shpërblimdëmit, kthim pagash, njëkohësisht edhe pagimin e shpenzimeve gjyqësore, të cilat janë të gjitha kosto për shtetin shqiptar dhe e përkthyer kosto për lekët tona, për taksat tona. Për xhepat tonë, se gjithçka, kur themi buxheti, kemi thënë taksa, kemi thënë qytetarët shqiptar. Avokate Sabina Meta, ju falenderoj shumë për bisedën, uroj të kemi qenë të dobishëm për gjithë qytetarët na kanë ndjekur. Shumë faleminderit. Faleminderit. Falenderime edhe për ju, zonja dhe zotrinë Andoqë.